Lexim prej librit të Daljes. Në ato ditë, Mojsiu po I kulloste delet e vjerrit vet, Jetros, priftit Madianit. Duke e kullotur grigjën e vet në shkret tir, arriti në malin e hyjt Horeb. Një ëngjëll I Zotit I u duk në flakën e zjarrit, në midis të një kaqube. Ai, pas se kaquba ishte e ndezur flak, por nuk digjej. Mojsiu mendoi, po afrohem të shoh këtë, pse nuk digjet? Kur Zoti e pa se po afrohet për të parë, hyi e thirri prej kaqube dhe I tha: Mojsi, o Mojsi. Ai përgjigji: Urdhro. Ai tha: Mos u afro këtu, hiqit mbathurat prej këmbëve tua, sepse vendi në cilin qëndron është tokë e shenjtë. Dhe shtoi: Unë jam hyj atit tënd Abrahamit, hyj Izakut dhe hyj Jakobit. Atëherë Mojsiu e mbuloi fytyrën, sepse nuk ishte guxim të shikoj drejt hyjit. Zoti tha: E pash mjerimin e popullit tim në Egjipt, dhe gjova klithin e tij për ndihmë, për shkak të pashpirtësisë mbi këqyrësve të tyre. Dhe duke e ditur vuajtjen e tij, zbrita për ta çliruar nga duart e egjiptianëve. Ta nxjerr nga ai dhe ta çoj në një vend të mirë e të gjerë, në dheun ku rrjedh qumësh dhe mjaltë, në dheun e Kanaanit, Heteut, Amoreut, Perezeut, Heveut dhe Jebuseut. Atëherë Mojsiu I tha hyjit: Kur të vite bijtë e Izraelit e t'u them, hyj etërve tuaj më dërgoj tek ju. Po nëse më thonë si e ka emrin, çka do ju them? Hyj I tha Mojsiut: Unë jam ai që jam. Dhe hyj I tha përsëri Mojsiut: Kështu thuaj bijve të Izraelit, Jahve. Ai që përsëri Mojsiut: Hyj etërve tuaj, hyj Abrahamit, hyj Izakut dhe hyj Jakobit më dërgoj tek ju. Ky është emri im I përhershëm. Me këtë emër tim do të kujtohem prej breznive në brezni. Fjala e Zotit. Falenderojmë Ty. Bekoje shpirtim Zotin, bekoje emrin e Tij, dhe mos e laro dashurinë e Tij. Bekoje shpirtim. Bekoje shpirti im Zotin, dhe krejt qënja ime emrin e Tij të shenjtë. Bekoje shpirti im Zotin, e mos I harro bamirësitë e Tija. Bekoje shpirti im Zotin, bekoje emrin e Tij, dhe mos e harro dashurinë e Tij. Bekoje shpirti im. Ai I fal të gjitha fajësitë e tua. Ai I shëron të gjitha sëmundjet e tua. Ai ta shpëton jetën prej varrit. Ai të kurorëzon me mirësi e dashuri. Bekoje shpirti im Zotin, bekoje emrin e Tij, dhe mos e harro dashurinë e Tij. Bekoje shpirti im. Zoti bën veç vepra të mira, u jep të drejtën atyre që pësojnë pa drejtësi. Synimet e veta ja zbuloi Mojsiut,
bijve të Izraelit veprat e veta. Bekoje shpëtimin Zoti, bekoje emrin e Tij, e mos e haro dashurinë e Tij, bekoje shpirtin. Zoti është i mirë e i mëshirshëm, i ngadalshëm në zemërim e shumë i dashur, sepse sa është lartësia e qiellit mbi tokë, aq e madhe është mëshira e Tij ndaj atyre që i druajnë. Bekoje shpëtim Zoti, bekoje emrin e Tij, dhe mos e haro dashurinë e Tij, bekoje shpirtin. Lexim prej letrës së parë të Shën Palit Apostull drejtuar Korintasve. Vëllezër, dua që të patjetër ta dini, etrit tanë të gjithë qenë në re, të gjithë kaluan në përdet dhe të gjithë qenë pakzuar në mojësiun me re e me det, dhe të gjithë hëngrën të njëjtin ushqim shpirtëror, dhe të gjithë pinë të njëjtën pije shpirtërore. Pinin nga qeta shpirtërore që i përcilte, qeta ishte Krishti. Por shumica nuk i pëlqeu hyjit, mbasi qenë vrarë në shkreti. Të gjitha këto ndodhen si shembull për ne, që ne të mos i lakmojmë së keqes, sikurse i lakmuan ata. Mos në nikatni, si në nikatën disa prej tyre, dhe engjëlli sfarues i vrau. Të gjitha këto u ndodhen atyre që të shërbejnë si shembull e u shkruan për mësimin ton, për të cilët arriti mbarimi i kohës. Kush pra mendon se qëndron, të ruhet, të mos rrëzohet. Fjala e Zotit. Falenderojmë Ty. Mbreti lavdi se hamshuar, lavdi Ty o Krisht, mbreti lavdi se hamshuar. Kthehuni, se mbretëria e hyjit është ngjatë. Lavdi Ty o Krisht, mbreti lavdi se hamshuar, lavdi Ty o Krisht, mbreti lavdi se hamshuar. Zoti qof me ju. Leksimi i Ungjillit shenjtë sipas Lukës. Në atë kohë, ja vëhen disa e i treguan që ka kishte ndodhur disa Galileasve gjakun e të cilëve Pilati e kishte përzjer me gjakun e flivet e tyre. Jezus ju përgjigji, a mendoni se këta Galileas që e sharuan kështu qenë mekatar më të mdhenj se të gjithë Galileas i tjerë? Unë po ju them, jo. Por nëse ju nuk thekeni ka hyj, të gjithë do të sharoni si ata. A kujtoni se ata që të 18 mbi të cilët e ra kulla e Siloes le i mbyti qenë më të mëlem me katar ndër të gjithë banorët e Jeruzalemit? Unë po ju them, jo.
por nëse ju nuk thekeni ka hyj, të gjithë do të sharoni si ata. Atëherë, u tregoj këtë shembol tyre. Një njeri e kishte një fik të mbjell në vreshtin e vetë. Shkoj, kërkoj fryten e të, por nuk gjeti. Atëherë i tha vreshtarit: ja tash 3 vjetë, po vi e po kërkoj frytin e këtij fiku e nuk po e gjej. Preje, pse ta shfrytëzoj kot të tokën? Ai përgjigji: Zotëri, lere edhe këtë vit që ta mik për rreth e ti qes pleh. Ndoshta në të ardhmen do të jap fryte, po që se jo, atëherë do ta presesh. Fjala e Zotit, lavdi ty, o Krisht. Besoj se edhe ju kujtoni disa vit përpara, jo shumë, ku ka qenë tërmeti këtu në Shqipëni, edhe këtu në Tiranë, kemi lëkundë mjaftë, po dëmtime mbas mëlajnë ka qenë Durrës, në Thuman e tjera, se me njerë doli shumë njerëz në televizor edhe disa predikataret duke shpjeguar me një herë për arsye të mëkateve tuaja erdhi tërmeti. Tërmeti është ndëshkimi i Zotit, e tjera. Nëse lexojmë Injilin që kemi lexuar tash, duket se ja është një shpjegim jo urt, është një shpjegim ndoshta bazuar më mbi frikat njerëzore, sepse çka është në vërtet planin e Zotit, e mënyrën e Zotit në të cilin Zoti vepron ndaj njeriut. Jezusi thot konkretisht, nuk ka një lidhje drejt për drejt për çka është një aksident ose një katastrofë ose ndoshta edhe një sëmundje, edhe vullnetin e Zotit për me ndëshkuar dikush. Kjo është një vizion mjaft primitive që Jezusi fton që vajnë mas dorë. Çfarë janë këta gjëra? Nuk kanë vlerë fare, patjetër kanë vlerë, po nuk janë lidhur për fati se ata që kanë mësuar janë më shumë mëkatarët. Varet nga sa kilo mëkatet kemi, aq kilo dëshkimet na vjen. Nuk ka logjika e Zotit kjo. As një logjikë shumë njerëzore, bazuar mbi mentaliteti e akmarrjes. Por Zoti akmarret ndaj ne? Jo, ai që erdhi në botë për me falur mëkatarët, të gjithë jemi fajtorë ndaj Zotit, nuk ka ardhur për me bë akmarrje, por me pajtu e me fal. Kjo është logjika hyjnore. Për të arsye, po ndodh gjëra të tilla, katastrofat, aksidentet, gjëra pa pëlqyeshme që na godit, e që na mbajnë pyetje, pse ka ndodhur kjo, pse më ka ndodhur mua, çfarë faj kam ose kam pasur ata që kam mësuar një çështje të tillë. Atëherë Jezusi thotë në fund e fundit, të gjëra na përket, sepse jetojnë në këtë botë, jetojnë si krijesë. E çka kemi për me mësuar nga shenjat e tillë, as fakti se jeta jon është e brishk. E ky është shumë rëndësishme me kuptuar, sepse gjithmonë çdo prej nesh e njeriu në përgjithësi ka ide, o më mirë, iluzion për me dominuar çdo gjë e për me pasur çdo gjë nën kontroll. Për arsye që jetojnë në këtë planet që ka dinamikat e veta, kemi edhe katastrofa natyrore, i përket për botat në të cilit jetojnë, nuk varet nga mëkatet që kemi bërë.
Por, fatësi është kur ne nuk mesojmë mesimi. E çfarë është mesimi që duke me mesuar? Mesimi është, ki kujdes që sot jeton shnoshe mirë, e nesër të shku në punë me makinë, ban një aksidente, e mas nesër janë të spitalu të rakë, të traumave. Sa herë ka ndodhur kjo punë? A për arsye të mëkateve, o as për arsye se trafiku i Tiranës ka ligjet e veta, ose pse pa kujdesmëri njerëzore skakton aksidente të gjana të këqija. Por mesimi është kjo, mendon për jetën tënde duke vlerësuar çdo moment që jeton, sidomos sot që je s'noshe mirë, sepse nesër nuk dim, sepse jeta jon është një jetë ashtu, brishk, mjafton pak për me prish çdo ekuilibër. Shumë prej nesh e kam përjetuar këtë gjëra, në mënyrë ose në tjetër, po nëse nuk kemi përjetuar personalisht, shikoj që ndodh në botë afër nesh, e mendojnë atëherë duke me shfrytzuar mirë kohë deri kur ka mundësi për me shfrytzuar. E për me shfrytzuar për çka, Jezusi thot? Për kthimi, për me vlerësua jetën në sytë e Zotit, për me ndryshuar gjëra e gabuar që akoma ndoshta karakterizon jetën tonë. Mos mendon kanë kohë, du të bajnë nesër, janë akoma i ri. Kemi kohë, sa kohë, pse të rinjtë nuk kanë aksidente, nuk kanë rastëdekjes mes të rinjve. Jeta është çka është. Shfrytëzo tani që je në kohë. Mos mendon do të kem kohë ku janë, do të shkoj, do të lutem ku janë në pleqeri. Jo, fillon tani, se a je sigur që do të ardhë në pleqeri? E kur je në pleqeri që ke akoma qef për me, nëse nuk e mesua me bashkë ku ke qenë njëri? Do me tha, koha asë një luratë. E kjo lurata asë gjithmonë një moment i aftë për me ba diska vendintar për me orientuar jetën tonë si pas fjales e Zotit, si pas metimit e Krishtit, duke shpresuar në të, jo duke shpresuar në forcen tonë ose në programët që kemi ba. Sepse vërteta është se iluzionin tonë është se jemi pronare të kohës. Se koha në duar tona e programojnë si pas mendimin ton o pëlqimin ton çdo gjë. Por këta nxjerrje, tu kemi një disa vrasje gjatë në kryengritje, ose në rastin e dytë ashtë një kulla që ka rënuar ashtu aksidentalistë në mes të turmes të njerëzve, duke shkatuar vdekja e disave. Mirë, këtë gjëra ndodh vazhdimisht. Atëherë, a je ti në vërtet pronar i jetës tënde? Jo, je duke përdoru jetën tënde, po nuk je pronari, sepse nuk e ti që ke gjeneruar kjo jetë. Kjo jetë e ke si duratë, nuk e prodhuar ti jetë që ke. Si nuk e plotësisht në duar në tënde, kohë për me jetuar. Kjo varet nga shumë gjëra që janë jo programuar e se vjenë ashtu në mënyrë disa herë papritur. Ne kemi iluzion për me qenë pronarët e jetës e të kohës, por nga ana e fesë ne dim që vete një ashtë pronari, ai që la ka gjeneruar. E atëherë kujtojnë se si kemi lezuar në lezimin e parë, ku zbulon emrin e ti, Zoti thot, unë jam ai që është. Veten ai është çka
është, do me thënë, asë gjithmonë i pranishëm, asë burimi e ekzistencës, asë ai që asë aferteje për të shpëtuar në çdo moment, sepse ne të nuk ka asë kalume, asë arme, por gjithmonë i pranishëm, unë jam ai që është, jo që kanë qenë o do të jem. Unë jam tani, gjithmonë, në mënyrë vazhdueshme. Kjo është qenja hyjnore ndryshme nga qenjen tonë, që jeton në një anshim. Po anshimi është një pranishëm vazhdueshëm, që nuk ka ndërprerje në vetë. Vete nga i ka kjo karakteristika, ndryshe nga ne që jemi krijesat. Për të arsye koha e jetës sonë kalon, e disa herë kalon në mënyrë pa pritur. Kjo është realitet, është realizmi. Jezusi mban një fjalim që është realistik, jo iluzion. Për të arsye vlerësojmë për gjana të rëndësishme çdo moment që kalojnë. Shikojnë jetën tonë si kalojnë koha e si spenzojnë kohën. Sepse shpesh dëgjoj në kontekste ndryshme njerëz që kur propozohet diçka, për shembull me bën një përgatitje spiritore, me përgatitë mirë sakramente, nuk kanë kohë. Pyetja është, a ke jetë? Nuk kanë kohë. A pse e ke ti pronari i kohës? Iluzionin tonë është me që fati që harojnë që jemi pronaret e ores, jemi pronaret e një agjendë, jemi pronari i kalendarit, po nuk jemi pronari i kohës. Ne kemi mundësi për me catuar në orën tonë çdo alarmë për me bërë diçka, kemi mundësi për me shënuar në agjendën angazhimet tona si na pëlqen neve, edhe për vitet, kemi mundësi për me zgjelu një kalendar dielor ose hanor, me ndarë kohës si na pëlqen neve, po nuk jemi pronari i kohës e jetës, po jemi pronari i kalendarit, pronari i agendet e pronari e ores, që nuk ka se njëjtë gjë. Kjo është urtia që na vjen nga fjala e sotme. Mam pyetje, çka komandoj unë në jetën time në vërtet, për çka është zhvillimi i kohës, sa gjatë është, o vetëm si mbushet në këtë moment. Sepse si do të mbushet nesër, nuk ka sikur fare. E këtu nuk duke me jetuar si një pasiguri, po si një angazhim me jetuar mirë momentin e sotme, me gjana që kanë vlerë për me qenë jetuar, e duke menduar se çka duke me ba patjetër, si ndryshimi i jetës, korrigjimit të veseve, kërkimit e faljes, gjanat e tij, duke me ba tash sa më shpejt. Jo, në vite ndoshta kur do të kem, ti nuk je pronari për armën. E ke ndorë vetëm këtë moment që ke në këtë instant. Edhe pjesa e dytë që është një shembultyr shkon në këtë drejtim, plotson mësimi mbi vlera e kohës. Jezusi në tregon kjo shembultyr i fikut. Një pronar që është hyj, patjetër, është Zoti, për që thonë Zoti, shkon me kërkuar frytet. Shkon të vreshtari, e thoi prerje, pse nuk ban fryt, sepse janë 3 vjetë që unë kërkoj. Me tingulon një fije veçantë kjo 3 vjetë, sepse besoj se ka një aluzion nga ana e Lukës për 3 vjetë e predikimit e Jezusi në këtë botë. Jezusi erdhi e për 3 vjetë e ka ushtrua misionin e tij mesianike, sidomos nëpërmjet shenjat e predikimit. Mirë, për 3 vjetë unë kanë kërkuar se ky pema që është njerëzimi, që është Izraeli, ma jep frytet që kërkoj unë, frytet e hirit, frytet e pajtimit,
e gjejnë veten fleta, do me thënë veten aparencë, veten gjanat e jashtme, po jo me substancë. Substanca janë frytet, fiqet, jo fleta. Mirë, ata për 3 vjetë nuk kanë gjetur asgjë. Koha skadon, kalon koha. Jezusi, mas se kalon 3 vjetën në kohë, nuk vazhdo ma veprën e tij, se brenda këtë 3 vjetë e ka bërë të gjitha gjëra që ishte domosdoshme me thanë e me ba për shpëtimin e botës. Po nëse ti nuk e përfitua, nuk e filua me jep frytet e kthimit, frytet e pendeses, frytet e pajtimit me Zotin e me njerëz në këte veprimtari që ban Zoti për ty, ndoshta nuk e shpres fare. Mos mendo që ka një armen, sepse vjen momentin të cili pema që nuk prolong iqe prej tokës, sepse nuk ka drejtë me shfryzuar kot toka. Por vjen një mesazh tjetër, që është mesazhi e durimit. Durimi që është shpresa jonë. Për të arsye, në qoftë ke akoma kohë në jetën tuaj, interpreton jo në mënyrë superficiore, por mendon se Zoti e ka durim me ty, ka durim me ne, ka durim me njerëzimin. Ta jep akoma një shtesë, një vit tjetër, në të cili ai që është vreshtari, Jezu Krishti që punon në këtë botë për shpëtimin e njeriut, e kisha se dhe përmjet sakramentet e sidomos fjalen e Krishti që predikohet, vazhdon me punuar në tokën e jetën tonë. Për rthimin tanë, për të ndryshua jetën, për të jep një shpresë e re, ke akoma, po kokë nuk asta pa fundë, akoma një vit e jo ma tepër. Akoma një vit e jo ma tepër. Ate kuptoni që rastën në fjalimin që kemi sotë, sidomos sistemuar në këtë kohë e kreshbeve, kemi akoma disa ditë, kemi akoma jemi në javën e tretë, kemi akoma 3 javë paka shumë, për ardhun e Pashkë, kohë kalon, po ti që ke bate eritash? A ke filua, prolua ndo një fryt, o je akoma vetëm me fleta? A ka filua pranver në jetën tuaj, pse jemi në kohë e duhur? A ka filua këta gema me zhvilluar diska, me jep një shenjë jetës, o je vetëm një copë drur i vdekur atje në tokë? Kjo është pyetja që na vjen sot, besoj kjo është meditimi që duke bërë në këtë moment e në këtë javë. Por besoj se është momenti i përshtatshëm edhe për ju kujtuar se çdo vepra që bëjnë në kokën e kreshbeve, as pikërisht kjo punim që bëjnë në rrenjën e fikut, përse filon me fituar gjalleri e me prodhuar gjithçka. Pendesa që bajnë, shenjat të pendestare, lemosh, por mos harroni lutja e sidomos brenda lutjes një dëgjim ma i kujdeshëm e fjales e Zotit, edhe një dëgjim ndoshta ma e gjatë se në kokët e tjera, për me përfituar, për të asë një kokë i bekuar ky. E për me ofruar akoma ma tepër një rastet të tillë, ju kujtoj se si familja, gjithmonë në këtë periudhë kërkojnë një moment më intensiv për me pranua një fjalë që prek në thellësinë që e tonë, që na kujton çka është pagëzimi që kemi marrë ose pagëzimi që jemi duke përgatitur. Ju kujtoj se në filimin e prillit, në fund të kreshmeve, në javën e fundit, me 4, 5 e 6 është një prente mramja, një shtunë e vjetë, do të kemi një seminar, do me thanë, jemi ftuar me merë pjesë, jo vetëm në mesh, por me disa katekezat që janë njëri mbas tjetrin, në mënyrë intensive, për na formua një stimull fort që vjen drejt për Zoti si një hirë. A do mendoni se në këtë seminar
as kisha ndërguar nga Krishti, e Krishti që vepron në të nëpërmjet fuqia e Shpirtit Shenjtë, që vjen si vreshtar, që vjen me gjallëruar jetën tuaj rrenje, që ndoshta janë akoma tu fjet, janë akoma në akull e dimnit, ndoshta dimnit e preokupimeve, dimni e zgjanimeve të jetës, dimni për preokupime që kemi për armen. Vjen Zoti, ju fut kjo pleh fuqishëm që asta fjala e Zotit, që jep ushqim rrenjeve të shpirtit. E shikojnë si pema jetë son, pema e fen son, rigjallerohet duke filluar me prolua jo vetëm fleta, por edhe frytet e bukur, frytet e hirit e Zotit, fryti e ndryshimet e vërteta. Qofle du Jezu Krishti. Besoj në hyjin atin e gjithëpustetshëm, krijuesin e qiellit e tokës. Besoj në Jezu Krishtin, birin e tij të vetën, Zotin ton, i cili u zu për virtyt të Shpirtit Shenjtë, lindi prej Virgjës Mari, psoi mundimet në Poncin Pilat, u kërcëzuar, vdiqe u varros, zbriti në mbretërinë e vdekjes, të tretën ditë u ngjall prej të vdekurve, u ngjit në qiell, rinë të djathtën e atit të gjithëpustetshëm. Prej aty do të vi për të gjykuar të gjallet të vdekurit. Besoj në Shpirtin Shenjtë, kishën e shenjtë katolike, shoqërinë e shenjtërve, faljen e mëkateve, ngjalljen e trupit, jetën e pasosur. Amen. Vlezër e motra fort të dashur, sot Zoti Jezus na ofron fjalë e një ngushëllimi të fortë. E dim mirë se sa vështirë është të kthehemi. Megjithatë nuk duhet t'i humbasim guximin, sepse durimi i Zotit është gjithmonë i madh. Të lutemi së bashku duke thënë: Rizgjoje o Zot ndërgjegjen tonë. Rizgjoje o Zot ndërgjegjen tonë. Që kisha e thirru gjithmonë për të ripërtërirë, në këtë kohë kreshme të di të jetoj dhe të shpall kthimin tek Zoti, të lutemi. Rizgjoje o Zot ndërgjegjen tonë. Që njerëzit të angazhuar në çështje shoqërore të punojnë me të gjithë fuqitë për të zvogluar varfërinë, për të respektuar drejtësinë, për të garantuar qytetarëve një bashkëjetesë në paqe, të lutemi. Rizgjoje o Zot ndërgjegjen tonë. Që hebrejnë dhe muslimanët që besojnë në Zotin, të vetmin që ju zbulua Mojsiut, të mund të marrin pjesë në njohjen e plotë të Jezu Krishtit, zbuluesin e atit, të lutemi. Rizgjoje o Zot ndërgjegjen tonë. Që ne këtu të pranishëm, të dim të shohim në çdo ngjarje jo dënimin e Zotit, por në ngjarje për të besuar provanis hynore, të lutemi. Rizgjoje o Zot ndërgjegjen tonë. Që kjo famulli të di të lexojnë në ndritën e Ungjillit, ngjarjet e jetës së përditshme, dhe të bëhet për banorët e këtij vendi, shem bashkëndarje dhe shpresë, të lutemi. Rizgjoje o Zot ndërgjegjen tonë. Na jep o Zot dijen e Ungjillit, derisa ngjarjet e gëzuara të trishtuara të jetës të jenë për ne një rast e vërtet kthimi, ne për Krishtin Zotin tonë.
Lutuni o vlezër e motra që flia ime dhe juaja të dalë për qythme para ky hati të gjithë pustetshëm. Në mëshiren tënde me anë të kësaj flije o Zot, na i falë fajetona, dhe na jep forcë t'i dali edhe ne vlezërit tanë, në për Krishtin Zotin tonë. Zoti qof me ju, dhe me shpirtin tënd, t'i lartësoj me zemrat, te falenderojme, Zotin ton, shpune den le drejt, është të rjona le burin shërbimi, të falemi nderi gjithmon e gjithkun, ty o Zot ati shenjt ty i gjithpustet që ne i amshuar, ne per Krishtin Zotin ton. Ti mirësisht u jep besimtarve të tu mundësim, që çdo vit me shpirt e pashtruar, ti presi me gëzim misteret e pashkeve, kështu që duke kryer me zel detyra e peshpikteris, lej veprat e dashuris, me pjesëmarrje të shumt në misteret me të cili uri lindem, t'jarim plosis e hirit të bisish në shpirt. Le prandaj, bashkë me engjëj dhe kryengjëj me fronet e zotërues, le me të gjitha rarrenje ushtri qellore, po këndoj himnin e lavdisate, duke them pa pushuar. Sanctus, Sanctus Dominus, Sanctus, Sanctus Dominus, Deus Sabaoth. Sanctus, Sanctus Dominus, Sanctus, Sanctus Dominus, Deus Sabaoth. Pleni sunt cieli et terra, Me të vërtet jeshen të Zot, dhe është e drejtë të leftojës të krijes, sepse ti në përbirin tanë Jezu Krishtin, Zotin ton, e me veprën e fuqishme të shpirtin shenjt, jep jetë dhe shëntëron gjithësin e vazhdon të baskosh, resletes popullin që nga lindja djelit e derin e Perëndim të kushtohen ndër të emrin tanë, flia e panjohur. Prandaj o Zot, po të lutemi me përvujtëri, dhe njohu t'i shëntërosh me fuqin e të njëti shpirt, to lurata që i solen për t'i kushtuar ty, që të bahen korpi e gjaku i Zotit ton Jezu Krishtit,
i cili na uleroi t'i kremtoj këto mistere. A i vetë atë natë në të cilën që traltuar, mori buken, të falenderoj, e bekoj, e theu, u lanzanësve të vetë dhe tha: Merrni e hani të gjithë prej këtij. Ky është korpi im që do të fljohet për ju. Po ashtu pasi kryedarka mori dhe kelkun të falenderoj e bekoj, u lanzans vetë le tha: Merrni e pini të gjithë prej tij. Ky është kelku i gjakutin i besëdjes së re e të anëshuar, që të derlet për ju e për shumë njerëz për faljen e mëkateve. Bëjnë këtë në përkujtimin tim. Misteri fes, kumtoj ndekjen tande o Zot, shpalin gjalljen tande, le presim ardjen tande me lumturim. Prandaj o Zot, duke përkujtuar mundime shpëtimtare të birin tanë, sjellën gjalljen e tij të madhërueshme në të ngjitjen e tij në qiell, e duke pritur ardhjen e tij të dytë, po ta kushtojmë me falënderim të flitë gjallë të shenjtë. Po të lutemi o Zot, shikoje kushtin e kishës sate, dhe pranoje përflime të cilën ndeshje të pajtojshë me ne, dhe beqen e të cilën po ushqehemi, me korpin e me gjakun e birin tandë, të mbushur me shpirtin shenjë, të bëhemi në Krishtin e trupën e shpirti vetën. Në sajt e t'ju bëshim për ty një fliamshuar, që bashkë me të nxjerrët e tu të fitojnë lumturin e parajzës, se pari me të lume Marivirgje Klinse, me shenjë Jozefin fatin e saj, me shenjtërit apostujt e ture me martir të lumë, le me të gjithë shenjtërit me ndërmjetësinë të cilëve shpresojnë që gjithmonë të kemi ndihmën tande. Po të lutemi o Zot, që kjo flia i pajtimit tonë të vlej për paqen e shpëtimin e mbarbotes. Forcojnë e fede dashuri, kishën tande udhëtare mbi tokë, bashkë me shërtorin tam Papen ton Franceskun, me i peshvin ton Arianin, me udhri i peshvor me gjithë klerin tandë, sire be popullin që ke fituar për vete. Dëgjoj lutjet e familjes sate që ke thirrur në pranin tande. Bashkoj me ty o ati me shirshen të gjithë bitet tu të shpendar në përbot. Pranoj me mëshirë pran vetes në mbretërin tande, vlezre i tanë le motra tona të vdekur, e le të gjithë të drejte që në paqë me ty, kaluan nga kjo jetë, ku shpresojnë se le ne bashkë me ta, do të gëzojnë për gjithmonë lumturin tande, ne për Krishtin Zotin ton, ne për të cili jep botes të të mirë. Ne për Krishtin e me Krishtin lene e Krishtin, ty ho aty gjithpusteqen, ne bashkin me shpirtin shenjë, të qofton dhere e lavdi, për të gjithë shekujt e shekujve. Të nxitun nga udhëri shërbuesit, le si pas mesimit e ti hyn hor, marrin guxim të themi, ati hyn që jene qihe, u shekë e hof e emri hyn, arëm drejtër i hajote, u bafun me sajote, si ne qihe, ashtun ne ko,
Na liro po të lutemi o Zot prej të gjitha të këqijave, dhe për mirësinë tande na jep paqe në ditët tona, e në sajt e mëshirës sate do të lirohemi për gjithmonë prej mëkatit, e do të jemi sigur prej çdo turbullimi, duke pritur shpresën e lume ardhin e shpëtimtarin ton, Jezu Krishtit. Je mbret, ti je i gjithpustetshëm, ti je i lumtur në arsh. O Zot Jezu Krisht, ju che thënë apostujve të tu, po ju le pacen, po ju ja pacen time, mos e shiko mëkatet tona, por fen e kishës sate. Jepi asaj sipas unetin tam, pace dhe bashkim, ti që jeton dhe mbretëron në shekujt e shekujve. Paça e Zoti qoftë për herë me ju. Jepi njëri tjetri shenën e paqes. O qënë që hyjt, që shjen mëkatet e botës, ki mëshirë për ne. O qënë që hyjt, që shjen mëkatet e botës, Ja qenëgji i hyt, ja i që thyen mëkatet e botës, lum ata që janë të thirru për gustin e qenëgjit. Unë nuk jam i den që dhe marrë pjesë në kryesën tante, por thuaj një fjalë të vetme dhe shpirtin do të shërohet.
sepse në kryqën tënde e shpërbleve botën, sepse në kryqën tënde e shpërbleve botën, të adhurojmë o Krisht Jesus, ty të bekojmë, sepse në kryqën tënde e shpërbleve botën, sepse në kryqën tënde e shpërbleve botën. Të lutemi. Duke marrë pengun e misterit qelor dhe të ushqyer me bukën e epërt edhe pse ende mbi tokë, me përvujtëri po të lutemi o Zot, që çka po kryhet në ne në trajt e misterit të plotësohet me vepër, në për Krishtin Zotin ton. Kujtoj takime që kemi gjatë javës, sidomos ditën e marte, që është marta e dytë, është në notë, por edhe është 25 mars, krentja e madhe e lajmërimi i Zotit Zojës Mari, që është festa veçante edhe për ne fretet, sepse kustodja franceskane në Shqipëri, që nga shekuj është kushtuar pikërisht misteri dhe lajmërimi i Zotit, Zoja Nunciat. E për të arsye mesha do të kemi si gjithmonë në orën 6, do të jetë njëkohësisht e mes kushtuar për me kujtuar se misteri i mishërimit është i Krishti në qendër e fesë sonë. Mos harroni, mas në muj është Kristindje prapë. Është një moment shumë fryshme që duke në kujton lidhje që ka nga mishërimi i Krishtit e frijimi i tij. Do të thonë se Kristindje është përgatitje domosdoshme për realitet plot që është Pashka e Krishtit në vdekjen e ringjalljen e Zotit. Ditën e premte do të kemi si gjithmonë në orën 5 Ulla e Kryqit, e që vazhdon për ata që kanë mundësi e dëshirojnë, mas Ulla e Kryqit ka më njëherë adhurimi i sakramentit post në kishë, në salon poshtë, si çdo premte, është një moment intense i lutjes, sidomos na mëson me shprekur nga zemër një lutje, ndoshta një fije ma spontane, ashtë një besoj një shtërvitje shpirtërore rëndësishme. Në fillimi e prillit, kujtoj se gjithmonë të premte do të fillojnë ky seminar, që fillon me Ulla e Kryqit këtu në kishë, e vazhdojnë me këta katekesat e parë që do të kemi gjithmonë atje në salon. Ju kujtoj, kërkoni organizoni për çka keni mundësi, angazhimet në mënyrë që sa ma shumë keni mundësi për më merr pjesë. Ditën e premte, mramje, nga ora 5 mbrapa, deri në orën 8 fatikisht, ditën e shtune, para ditë, nga ora 9 deri në orën 12 ose 10, tani oraret e keni atje të dera e kishës. Mas ditë prapë në orën 5, pjesa e dytë, e dielën duke filluar nga mesha e famulisë edhe në pjesën e parë mas ditë. Jam gjë në rëndësishme që karakterizon kjo kohë e kreshmeve si një ftesë nga Zoti e një rast që ofrohet për na orientuar jetën tonë në mënyrë më sigurt, më pastër. Zoti qoftë me ju. Ju bekoftë i gjipustetshëm, Ati, Biri dhe Shpirti Shenjtë. Mesha u krye, shkoni në paqe.
There